si që dini, ka qenë për viti 2023 që është... Ta shikues ose Bora, sepse ka nga ata që janë një mosh e tretë që na ndjekin ne dhe jo gjithë e din. Ky Fero është një këngëtar kosovar. Një reper. Bëj këngë rap nga ato që po prap kjo mosh nuk i dëgjon ndonjëherë. Dhe në moshë shumë të vogël, ky pretendoi se do krijonte familje me këtë vajzën e bukur, të cilët në dukje ishin shumë të lumtur, bën videoklipe, bën tekste të dedikuar njëri tjetrit dhe për një kohë po prap të shkurtër, pasi sollën jetë një fëmijë, u ndan. Ky djalë po jetoi më shumë se kjo gota. Kjo vazhdoi jetën, ndërsa ky... Shiko, të theksojmë pak se u ndan, sepse Arbenita denoncoi Feron për dhunë. Bravo. Nuk kishte lënë edhe shenja. Tekstet e Feros ishin me fjalore goxha të piset, që mund të ndjeki pjesa fëmijëve besoj më shumë, se janë shumë të lezetshme si këngë. Mirë po, pas marrjes me Arbenitën, Fero ju dedikua fesë. Dhe në pamundësi për të fshirë tekstet, për të fshirë këngët, sepse ka patur kontrat, ai i bëri thirrje njerëzve që ju lutem mos i dëgjoni më këngët e mia, unë kam bërë shumë gabim që i kam shkruar ato këngë, dhe unë tani jam një njeri totalisht ndryshe, i përkushtuar ndaj fesë, i përkushtuar ndaj familjes. Rikujtojmë që Fero së fundmi është martuar me dikë tjetër, ka krijuar një familje të re. Dhe ajo vajza është preferu që ngjan me Arbenitën. Mirë po tani çfarë na ka sjell Fero? Pas gjithë atyre deklaratave drejtuar njerëzve që mos i dëgjoni më këngët e mia, unë kam bërë shumë gabim e kështu, Fero së fundmi ka publikuar një pjesë nga kënga e tjera. Po rikthehet në muzikë dhe më vjen keq, po është po njëjta vijë muzikore që ai ka ndjekur. Është njësoj dhe është dukshëm një dedikim për Arbenitën. Pasi ai është shprehur në disa pjesë të këngëve që nuk po ma lë vajzën, se kam parë vajzën 8 muaj se nuk ma lë ta shoh. Ka sharë Arbenitën, me fjalë që ne nuk i themi dot. Ka bërë si një femër të përdalë, dhe që si tillë ajo nxjerr lekun dhe ky lek i nxjerr nga një femër në këtë lloj forme është më i shtrenjtë se sa një këngëtar? Po, edhe këtë e ka thënë, i ka bërë të falë dhe notrës presidentes, e cila është gjithashtu avokatja e Arbenitës. Ta është dukshëm një dedikim për Arbenitën, një person e vënë shumë pas fesë, ku tha para disa kohësh që feja nuk e lejon muzikën. Muzikë të tillë. Jo, muzikën fare. Feja muslimane nuk e lejon të dëgjosh muzikë. Ui, po ajo hati dëgjojmë me kokainë. Po prandaj është hati një person jo i pëlqyer nga publiku dhe që merr aq komente negative. Nuk është e pëlqyer. Po pse ka shumë djegsa nëse nuk e pëlqejnë atëherë? Po shumë njerëz ndjekin edhe po shikoj çfarë vëllai ku bën këtë tjetër. Do të thosh që ta e popull idiot, vazhdojmë. Dhe themi ne kemi mendjes ju për këtë votë. Kudo? Shqiptarët votojnë atë që nuk e pëlqejnë. Kudo? Nuk e di pse pëlqejet kaq shumë të shikohet një gjë që ty nuk të pëlqen, po gjithsesi, çfarë të bëjmë mendjes njerëzve. Mirë, nuk e dim tani a do e mbaj. Prit, shikoj se Fero bëri dhe një gjë tjetër. Direkt se po publikoi ato pjesën e këngës, edhe që publikonte edhe studiot, që ishte në studio duke regjistruar, direkt postoi edhe foto nga xhamia. Kështu që është shumë kontradiktor. Menduam se Fero ndryshoi, po jo, disa njerëz nuk ndryshojnë.